Nëse ke lënë ndonjëherë një banane pak jeshile në tavolinë dhe pas disa ditësh e ke gjetur të verdhë, të butë dhe me aromë të ëmbël, ke qenë dëshmitar i një mrekullie të vogël të natyrës. Disa fruta nuk e mbyllin jetën e tyre në momentin që këputen nga bima. Ato vazhdojnë të pishen, të ndryshojnë dhe të bëhen më të mira, sikur të mos donin ta pranonin fundin e tyre. Të tjerat, përkundrazi, sapo shkëputen, ndalin frymën, mbeten ashtu siç ishin, pa u bërë më të ëmbla apo më aromatike. Ky dallim i çuditshëm ka një emër që i përket botës së bimëve, por na prek të gjithëve. Disa fruta janë klimaterike dhe disa jo klimaterike. Në dukje janë vetëm fjalë teknike, por pas tyre fshihet një histori e bukur për mënyrën si natyra di të vazhdoj përtej kufive të dukshëm. Frutat klimaterike janë si njerëzit që nuk ndalen kurrë. Edhe kur ndalen nga burimi i jetës së tyre, nga degët dhe gjethet, ato vazhdojnë të ndryshojnë, të rriten e të pishen. Në këtë grup hynë mollët, bananet, avokadot, dardhët, pjeshkët, kajsit, kumbullat, fisht, kivit, hurmat, domatet, pjeprat dhe madje edhe shalqinjt. Sekreti i tyre është një gaz i padukshëm që quhet etilen. Është një hormon natyral që bima e prodhon për t'i dhënë vetes një mesazh. Është koha për të pjekur. Kur ky gaz shirohet, fruti ndryshon. Zbutet sepse fibrat e tij fillojnë të shkrihen. Ëmbëlsohet sepse nise shteja kthehet në sheqer dhe merr ngjyrë e aromë sepse klorofili i gjelbër zëvendësohet nga pigmentet e arta, portokalli apo të kuqe që na ftojnë ta ham. Pjekja pra është një akt i fundit i dashurisë së frutit ndaj jetës, një përpjekje për të qenë i plot, për të dhënë gjithçka përpara se të shuhet. Një truk i vogël që ndjek të njëjtën logjik natyrale. Nëse dëshiron që një avokado të piqet më shpejt, vendose në një qese letre bashkë me një mollë ose banane. Ato çlirojnë etilen dhe nxisin avokadon të ndjek shembullin e tyre. Në treg, shpesh kjo njohuri përdoret me mençuri. Domatet, për shembull, mblidhen paksa të gjelbra që të mos prishen gjatë transportit, e më pas pishen vetë nëpër depo, fal etilenit që ato vetë prodhojnë. Është një mënyrë që natyra dhe njeriu kanë gjetur për të bashkëpunuar në heqtje, por jo të gjitha frutat ndjekin të njëjtin ritëm. Ka disa që sapo ndahen nga bima e përfundojnë udhëtimin e tyre. Janë frutat jo klimaterike dhe këtu bëjnë pjesë portokallet, limonët, grejpfrutët, luleshtrydhet, mjedrat, manaferat, boronicat, qershit, rrushi, shega, ananasi, kastraveci, speci, kungulli e patollxhani. Edhe pse ndonjëherë duket sikur ndryshojnë ngjyrë me kalimin e ditëve, nuk do të thotë se po pishen. Ngjyra mund të zbutet pak, por shija mbetet e njëjtë. Përmbajtja e sheqerit nuk rritet më. Në fakt, me kalimin e kohës, këto fruta humbasin freskinë, bëhen më të buta dhe më pak aromatike. Nëse nuk janë të pjekura kur i blini, nuk do të bëhen më të mira, vetëm më të lodhura. Prandaj kur zgjidhni portokalle, luleshtrydhe apo rrush, mos prisni që t'i pjek shtëpia. Merrni gati për t'u konsumuar, ajo është shija e tyre më e mirë. Nëse do t'i shihnim këto lloje frutash si personazhe, do të thoshim se frutat klimaterike janë udhëtar. Vazhdojnë rrugën e tyre edhe pas ndarjes. Frutat jo klimaterike janë qetësisht të përmbushura, e kanë arritur pjekurinë e tyre në deg dhe nuk kanë më nevojë të ndryshojnë. Të dyja janë pjesë së njëjtës mrekulli, mënyra se si natyra gjen ekuilibrin mes vazhdimit dhe mbarimit. Një mollë e papjekur sot mund të bëhet e artë e plot aromë pas 3 ditësh, ndërsa një portokall e ruan aromën e vet që në deg, si të donte të na thoshte, unë jam gati, mos më prit më vonë. Kur të jeni përballë arkave me fruta, mbani mend këtë dallim të vogël që ndryshon gjithçka. Mollët, bananet, avokadot dhe pjeshkët mund t'i merrni pak të forta, do pishen vet me durim. Portokallet, luleshtrydhet, rrushin dhe ananasin duhet t'i gjeni gati. Siç duken, ashtu do të mbeten. Në fund të fundit, çdo frut ka ritmin e vet dhe çdo ritëm është i përsosur në mënyrën e tij, sepse pjekuria nuk është vetëm çështje kohe, është në mënyra se si natyra na kujton se çdo gjë ka momentin e vet për të qenë ëmbël.